Horoskopi javor, dashi, fillimi i javës mund të sjellë disa tensione të vogla ose përplasje egoje, por kjo zakonisht mund të shmanget nëse qëndroni të vetëdijshëm për sjelljet dhe fjalët tuaja. Është një moment për të ruajtur qetësinë dhe për të mos lejuar që nervozizmi ose padurimi të ndikojnë mbi ju. Më vonë, të mërkurën, ndikimi i Venusit në harmoni me Jupiterin mund të ndihmojë që çdo problem i vogël të zgjidhet pa vështirësi. Edhe nëse shfaqet një mosmarrëveshje, kjo energji e fuqishme mund t'ju ndihmojë të vendosni gjithçka në vend dhe të qetësoni situatën. Në fundjavë, pasioni hyn fuqishëm në jetën tuaj të dashurisë. Marrëdhëniet mund të ndihen më të thella, më të ngrohta dhe më të lidhura. Ju mund të ndjeni se lidhja juaj ka arritur një nivel të ri, ku besimi dhe intimiteti janë më të forta. Kjo është një kohë e bukur për të shijuar afërsinë dhe emocionet me personin e veçantë në jetën tuaj. Demi, këtë javë mund të ndjeni sikur jeni tërhequr në disa drejtime njëkohësisht, duke u përballur midis nevojës për liri personale dhe dëshirës për siguri. Mund të jetë e vështirë të gjesh ekuilibrin, por ky është një moment i mirë për të reflektuar mbi atë që dëshironi vërtet nga marrëdhëniet dhe jeta juaj personale. Të shtunën, kur Mërkuri kthehet direkt, do të ndiheni më të qartë për ndjenjat tuaja dhe për vendin që zini në një marrëdhënie. Ky moment sjell kuptueshmëri dhe ndihmon të shihni situatën më objektivisht, duke lehtësuar çdo pasiguri që mund të keni ndjerë më parë. Të dielën, hyrja e Venusit në shtëpinë tuaj të tetë mund të sjellë përfitime financiare për partnerin tuaj dhe të forcojë lidhjen intime mes jush. Ndjenjat e thella dhe pasioni mund të rriten, duke e bërë këtë një kohë të veçantë për afërsinë dhe për forcimin e marrëdhënies. Sot dhe gjatë kësaj jave, është një mundësi e bukur për të ndarë ndjenja dhe për të përjetuar lidhje më të fuqishme me personin e dashur. Binjakët, këtë javë, çdo keq kuptim që mund të keni pasur me një person të veçantë që nga fillimi i retrogradës së Mërkurit më 9 nëntor do të fillojë të zgjidhet. Komunikimi bëhet më i qartë dhe ju mund të kuptoni më mirë ndjenjat ose qëllimet e dikujt që keni takuar. Është një kohë e mirë për të shprehur ndjenjat tuaja dhe për të hequr çdo pasiguri që mund të ketë lindur gjatë periudhës së retrogradës. Të dielën, hyrja e Venusit në shtëpinë tuaj të shtatë të partneriteteve sjell më shumë romancë në marrëdhënien tuaj për një muaj të tërë. Kjo është një periudhë e bukur për të thelluar lidhjen, për të shijuar afërsinë dhe për të krijuar momente të veçanta me partnerin tuaj. Për binjakët, kjo javë sjell qartësi, afërsi dhe mundësi për të përforcuar lidhjet që kanë rëndësi më të madhe në jetën tuaj. Gaforja, këtë fillim jave, keni një bisedë të rëndësishme që ka të bëjë me jetën tuaj të dashurisë. Mund të ndiheni të përqendruar dhe të gatshëm për të shprehur ndjenjat tuaja me sinqeritet. Ky është një moment kyç për të qartësuar situatat që mund të kenë ngatëruar marrëdhënien tuaj më parë. Të njëjtën, kur Saturni kthehet direkt, mund të sjellë më shumë stabilitet dhe siguri në një marrëdhënie. Kjo energji ju ndihmon të ndiheni më të sigurt dhe të vlerësoni më mirë bazat e lidhjes tuaj. Për më tepër, kur Mërkuri kthehet direkt gjatë kësaj jave në shtëpinë tuaj të pestë të dashurisë, komunikimi bëhet më i qartë dhe më i hapur. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të sqaruar ndjenjat, për të përforcuar lidhjet dhe për të shijuar afërsinë me personin e veçantë në jetën tuaj. Luani, këtë javë mund të ndjeni një nevojë të brendshme për më shumë siguri në marrëdhënien tuaj, por në të njëjtën kohë mund të dëshironi më shumë hapësirë dhe liri. Këto ndjenja të përziera mund t'ju bëjnë të reflektoni mbi atë që ju nevojitet realisht nga një lidhje dhe si mund të balanconi dashurinë me pavarësinë. Në mesjavë, një trim i bukur midis Venusit dhe Saturnit sjell një energji romantike të veçantë. Ky moment mund të hapë rrugë për një ndërveprim serioz dhe të thellë emocional, duke sjellë një përparim të rëndësishëm në jetën tuaj të dashurisë. Kjo është një kohë për të përjetuar intimitet të sinqertë, për të ndjerë besim dhe për të shijuar një lidhje që mund të arrijë nivele të reja. Sot dhe gjatë kësaj jave, është e rëndësishme të dëgjoni nevojat tuaja, të shprehni ndjenjat dhe të jeni të hapur ndaj mundësive që mund të përmirësojnë dhe forcojnë marrëdhënien tuaj. Virgjëresha, këtë javë, komunikimi dhe qartësia e mendimeve fillojnë të përmirësohen ndjeshëm.
Ky është një moment perfekt për të pasur një bisedë të rëndësishme lidhur me një marrëdhënie, e cila tani ka potencialin të shkojë shumë mirë. Mund të ndjeheni më të sigurt në shprehjen e ndjenjave tuaja dhe të zgjidhni çështje që mund të jenë mbetur pezull më parë. Në fundjavë, një aspekt i bukur i Venusit me Neptunin të dielën sjell energji të shpresueshme dhe të dhëmshur. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të kaluar momente me diktë të veçantë, ku çdo gjë duket se rrjedh në mënyrë harmonike. Ndjenja e afërsisë, mirëkuptimi dhe lumturia e përbashkët mund ta bëjnë lidhjen më të fortë dhe emocionuese. Kjo javë është e shkëlqyer për të shprehur ndjenjat, për të përforcuar marrëdhëniet dhe për të krijuar momente të bukura dhe të paharrueshme me personin e veçantë në jetën tuaj. Peshorja, këtë javë është një moment i mirë për të lidhur më thellë me ndjenjat dhe dëshirat tuaja më të sinqerta. Mund të ndiheni më të vetëdijshëm për atë që doni dhe për mënyrën se si dëshironi të përjetoni marrëdhëniet tuaja, edhe pse mund të ketë ende disa keqkuptime ose mosmarrëveshje në fillim të javës. Deri në fundjavë ndiheni se gjërat po bëhen më të qarta. Komunikimi fillon të rrjedhë më mirë dhe ju mund të shihni më lehtë zgjidhje ose qartësi për situatat që kanë qenë të paqarta më parë. Më 30 nëntor. Hyrja e Venusit në shenjën e Shigjetarit sjell fokus mbi komunikimin dhe kohën e kaluar së bashku me të dashurit. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të shijuar afërsinë, për të ndarë ndjenja dhe për të forcuar lidhjen me personin e veçantë në jetën tuaj. Akrepi, në fillim të javës, keni një bisedë të rëndësishme që mund të ndryshojë gjërat në favorin tuaj. Ky është një moment kyç për të shprehur mendimet dhe ndjenjat tuaja me qartësi dhe për të vendosur bazat për marrëdhënie më të forta dhe më harmonike. Ndërsa dita dhe java avancon, ndiheni më të lidhur me vetveten dhe me atë që dëshironi realisht. Ju bëheni më të qartë mbi qëllimet, nevojat dhe emocionet tuaja. Të dielën, një tranzit i bukur dashurie ju mundson të përjetoni momente të veçanta dhe të fuqizoni lidhjet që kanë rëndësi. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të shijuar afërsinë dhe intimitetin me personin e veçantë në jetën tuaj. Sot dhe gjatë kësaj jave, është një kohë e mirë për të qenë i sinqert, për të marrë vendime të rëndësishme dhe për të përforcuar lidhjet që ju bëjnë të ndiheni të plotësuar dhe të lumtur. Shigjetari, nëse keni ndjerë konfuzion ose pasiguri këtë javë, mendimet tuaja do të bëhen më të qarta deri në fundjavë. Do të ndiheni më të sigurt mbi atë që dëshironi dhe mbi vendimet që duhet të merrni, duke lehtësuar çdo tension ose dyshim që mund të ketë lindur më parë. Hyrja e Venusit në shenjën tuaj bashkë me Marsin e bën këtë një nga javët më të mira për të takuar diktë të veçantë nëse jeni beqar. Energjia që krijohet midis Marsit dhe Venusit nuk ndodh shpesh, dhe kjo periudhë zgjatet nga 30 nëntori deri më 15 dhjetor. Është një mundësi e veçantë për të përjetuar romancë, për të shijuar energji tërheqëse dhe për të krijuar lidhje që mund të jenë të rëndësishme dhe emocionuese. Kjo javë është e shkëlqyer për të ndjerë besim, për të shijuar momente të veçanta dhe për të përfituar nga mundësitë që ju sjell dashuria dhe afërsia me të tjerët. Britsjapi, këtë javë mund të keni mundësinë të riktheheni në kontakt me dikë nga e kaluara, ndoshta një mik i vjetër apo një dashuri e mëparshme. Nëse jeni tashmë në një marrëdhënie, ndiheni më të sigurt dhe të qëndrueshëm dhe kjo ju lejon të shijoni lidhjen më plotësisht. Gjatë javës, do të ndiheni më të prirur të socializoni dhe të ndani kohë me njerëzit që ju bëjnë të ndiheni mirë. Marrëdhëniet shoqërore dhe emocionet pozitive do të rrisin energjinë tuaj dhe do t'ju japin mundësi të reja për të shijuar miqësitë dhe dashuritë. Fundjava sjell një tranzit të bukur që është i përshtatshëm për dashurinë dhe afërsinë. Ky është një moment i shkëlqyer për të shijuar momente romantike, për të krijuar lidhje më të forta dhe për të përjetuar gëzim dhe lumturi në marrëdhëniet tuaja. Ujori, në fillim të javës, nëse jeni në një marrëdhënie, do të ndiheni më të sigurt dhe të qëndrueshëm në lidhjen tuaj. Kjo është një kohë e mirë për të vlerësuar afërsinë dhe harmoninë që keni me partnerin, duke forcuar besimin dhe lidhjen emocionale. Nëse jeni beqar, mund të takoni dikë që është më i pjekur ose më serioz se çdo person që keni pasur më parë.
Ky takim mund të sjellë një ndjenjë të re dhe të veçantë të tërheqjes dhe mund të hapë rrugë për një lidhje më të qëndrueshme dhe të thellë. Të dielën, kur Venus bashkohet me Marsin në shenjën e Shigjetarit, në shtëpinë tuaj të 11 të miqësisë dhe lidhjeve, do të ndiheni më social se zakonisht. Është një moment i bukur për të kaluar kohë me miq, për të krijuar lidhje të reja dhe për të shijuar energjinë pozitive të bashkëpunimit dhe shoqërisë. Kjo javë sjell mundësi për dashuri, miqësi dhe lidhje të reja, duke ju bërë të ndiheni më të lidhur dhe të frymëzuar nga njerëzit përreth jush. Peshqit, këtë javë, kur Saturni kthehet direkt në shenjën tuaj, do të ndjeni një ndikim të fuqishëm dhe pozitiv në jetën tuaj. Ky është një moment i mirë për të kuptuar më qartë ndjenjat dhe qëllimet tuaja të vërteta, për të vendosur prioritete dhe për të marrë vendime që ju ndihmojnë të ecni përpara me besim. Ju mund të ndjeni se një fazë po përfundon, dhe kjo mund të sjellë ndryshime, të mira ose sfiduese, në varësi të marrëdhënies që keni aktualisht. Nëse jeni beqar, mund të takoni dikë të veçantë këtë javë, një person që mund të sjellë energji të re dhe emocionuese në jetën tuaj. Nëse jeni në një marrëdhënie, fundjava pritet të jetë e bukur dhe harmonike, duke sjellë afërsi, kuptim dhe momente të veçanta me partnerin. Kjo javë ju fton të reflektoni, të lidheni më thellë me veten dhe me të tjerët, dhe të përjetoni dashuri dhe qartësi emocionale në një mënyrë të fuqishme.